Jemi rikthyer, Engelbert Zefaj, pedagog, ekspert ekonomie, është bashkuar me mua. Përshëndetje. Kënaqësi që jeni me ne. Kënaqësi që jeni me ne. Tani unë nuk mund të rri pa ju pyetur se si ka nisur ky vit në Kosovë. Apo si zakonisht një fillim vit me problemet vjetra. Pas them drejtën nuk ka filluar mirë ky vit. Sepse pa hyrje në politikë po futëm në probleme që kishte Kosova me vërshimet. Kishte rreshje të mëdha shiu dhe e gjeti Kosovën të pa përgatitur. Lumejt, kanalet dhe fushat u vërshyen nga uji doli nga shtrati dhe shkajtoi shumë probleme, krijoi dëme familjare, dëme në biznese dhe ka kriju të lashe të mëdha. Më vjen mirë që e sollot këtë çështje, sepse edhe përgjatë ditëve të fundit ka pasur le të themi një diskutim intensiv mbi situatën e shkaktuar nga përmbytjet, pra si pasojë e rreshjeve dhe jo i vetmi faktor, por në Kosovë çfarë ka ndikuar? Unë përjapa mendimin tim nga kjo që shoh. Këtu ka vite që nuk bëhet asnjë investim në mirëmbajtjen e lumenjve, nuk bëhet asnjë investim në mirëmbajtjen e kanaleve, terrenjve dhe si pasojë ka mjaftuar këto rreshje që ishin që lumenjt fryen të dalin nga shtrati, kanalet po ashtu, rroska që zakonisht nuk kanë shumë ujë, ato menjëherë u fryn dhe dolen jashtë dhe vërshuan fushat, vërshuan familjet, vërshuan bizneset. Unë mendoj që kjo ka ndodhur për shkak të mos mirëmbajtjes të këtyre lumenjve dhe të kanaleve kur vjen uji. Kjo edhe dokumentohet edhe në bazë të buxhetit që ka Kosova. Do thotë Kosova nuk ka investime të posaçme për mirëmbajtjen e lumenjve dhe kanaleve të ujrave, pavarësisht a janë të ujitjes apo të pijes. Dhe situata ka vite që vetëm përkeqësohet dhe tani me ardhin e rreshjeve të shiut doli në pa se sa të brishta janë, se sa të ngjeshme janë. Kjo është situata rreth kanaleve dhe lumenjve. Ka të dhëna të paktën deri më tani se sa familje janë prekur, janë dëmtuar dhe sa është sipërfaqja, nëse pa diskutim nëse e keni dhe si është menaxhuar kjo situatë. Pra mënyra se si ka reaguar qeveria, institucionet në përgjigje të situatës së krijuar. Është herët, domethënë tashmë është gjithçka është në fazën e mbledhjes së të dhënave në terren. Kryesisht kjo punë mbledhja të dhënave në terren i takon komunave që i themi në Kosovë, në Shqipëri Bashkit. Tani Bashkit i kanë drejtoritë e emergjencës dhe kanë ekipe që janë të obliguara që të mbledhin të dhënat nga terreni dhe pastaj ato të dhëna duhet t'i përcjellin tutje në ministrinë, në agjencinë e menaxhimit të emergjencave dhe pastaj aty do të dihet numri total i familjeve të prekura, bizneseve të prekura dhe tokave të punueshme të prekura dhe rrjedhimisht pastaj do të dihet edhe në aspektin financiar se sa ka qenë dëmi. Se sa ka qenë dëmi. Ndërkohë, lidhur me situatën në cilën gjendet sipërmarrja, pra klimën e biznesit në Kosovë. Ju kam ndjekur edhe në rrjetet sociale dhe në një postim të bërë së fundmi keni vënë në dukje faktin që një pjesë e bizneseve e sipërmarrjes në Kosovë po e zhvendos aktivitetin drejt Shqipërisë. Sa shqetësuese është kjo për Kosovën, pa diskutim, sepse ne konsiderojmë një. Pikërisht. Nuk do ta nxjerr. Nuk do ta nxjerr këtë në kontekst negativ, sepse bizneset si në Kosovë si në Shqipëri janë në vendin e vet, në aspektin vllazëror dhe si popull shqiptar që jemi. Megjithatë për kuptuar faktorët që i orientojnë ato drejt Shqipërisë. Tash faktorët janë pikërisht kjo, do të thënë bizneset në Kosovë për momentin janë në një situatë shumë të pafavorshme, për shkak të marrëdhënieve në shumë të brishta ose shumë të dobta me qeverinë e detyrë ose ta themi me këtë garniturën që qeverisë Kosovën që 5 vite. Bizneset janë prek drejt për drejt nga politikat e kësaj qeverie.
E para politikat e energjisë elektrike, mënyra se si kanë nxjerrë në treg të hapur pas një bashkëpunim dhe këtyre bizneseve ju janë trefishuar faturat. Pastaj problemi tjetër është me furnizimin me energji elektrike. Nuk ka kompani domethënë serioze të cilat e garantojnë furnizim të rregullt me energji elektrike. Problemi tjetër është me vendosjen e shumë taksave dhe tatimeve të vazhdueshme dhe rritjen e tyre, si për provën, si për fitim, si për aktivitete tjera biznesore. Dhe tash këto bizneset kanë filluar të ndjehen sikur janë në një luftë me qeverinë e Kosovës dhe një pjesë e tyre po shohin një rrugdalje tjetër dhe po duket se për momentin zgjidhja e parë për to është Shqipëria dhe ka një lëvizje të biznesit që po vinë nga drejt Shqipërisë. Pra një situatë pa favorshme për sipërmarrjen që është reflektuar edhe në ekonominë e Kosovës. Unë dua të ndalemi pak edhe tek raporti, le të themi, i fundit i Agjencisë së Statistikave për normën e inflacionit në Kosovë. Norma e inflacionit është e lartë, është 5.3%, domethënë 3.9% mos gaboj. Kjo është informacioni i fundit, domethënë dhjetori i vitit 2025 krahasuar me dhjetorin e vitit 2024 është 5.3%, por këtu është një mashtrim, sepse 5.3% është mesatarja e inflacionit, ku është një indeksim i produkteve të ndryshme dhe aty nxjerr pastaj një mesatare. Por problemi është që produktet elementare për familje, ato ushqyese, veshmbathje, siguria, shëndetësia, ato që domethënë konsumohen çdo ditë, aty kemi një inflacion që i kalon shifrat është dyshifror, do të thotë shkon deri te 15 dhe 20%, sepse çdo produkt ushqimor është dyfishuar. Energjia elektrike është dyfishuar, transporti është shtrituar, medikamentet janë shtrituar, domethënë çdo gjë është shtrituar kur është fjala për produktet e përditshme. Kurse këtu çka ndodh, këtu i kanë futur edhe disa produkte tjera që e kanë amortizuar këtë inflacion, siç është për shembull tek ne derivatet nuk janë shtrituar sepse nuk ka shumë tatime brenda, dhe pasi derivatet bile ka edhe raste kur edhe lirohen nga pak. Materialet e ndërtimit e tjera, domethënë ato tash e amortizojnë inflacionin dhe del një mesatare 5.3%. Por po e përsëris, për produktet ushqimore, ato të domosdoshme për jetën e përditshme, ato kanë shkuar edhe 20%. Ndërkohë, profesor, për këtë kategori që norma inflacionit është gati dyshifrore dhe ka rënduar xhepat e konsumatorëve në Kosovë, ka pasur masa për të zbutur këtë efekt, pra për të amortizuar këtë rritje? Jo, nuk ka, do thotë qeveria ka ata mund të thonë që ne kemi marrë masa dhe sepse kanë shpërndar pikërisht në ditën e zgjedhjeve ose 2-3 ditë para zgjedhjeve kanë shpërndar disa dhurata nga 20 euro, 100 euro për kategoritë të caktuara sociale. Por kur flitet për masa për të zbutur inflacionin, i bie që të rriten pagat e fuqisë punëtore, domethënë edhe në sektorin publik, po të merren masa që të rriten pagat në sektorin privat, në përputhje me rritjen e inflacionit. Pra duhet që rritja e pagave të ndjek inflacionin. Dhe kjo nuk ka ndodhur, edhe nuk pritet që të ndodhë shpejt, për shkak se ne kemi një situatë kaotike politike, ende jemi pa qeveri, bile edhe në ndërkohën kur ne po krijojmë qeverinë në Kosovë, më shumë flitet për shkuarjen me njëherë në zgjedhje pas 2 muajve, se sa për stabilitetin ekonomik politik në Kosovë. Nuk dua t'ju pyes se kujt ja faturoni përgjegjësinë për këtë destabilitet, le të themi, politik, por ajo çfarë është pak të thuhet, por është e sigurt nga ana tjetër, është që kjo situatë politike po impakton në aspektin ekonomik, jo pak. Tash ne ndesh po deshëm e përmendim edhe fajtorin, po deshëm edhe se përmendim. Në një familje fajtor për situatën e rënduar në familje e kanë prindrit, sepse fëmijët nuk mund të kenë fajtor. E në një shtet, për situatën e rënduar, fajtor është gjithmonë qeveria, pra ata që e kanë marrë të drejtën për qeverisë. Kështu që edhe në Kosovë, fajtor për situatën e rënduar politiko-ekonomike, bie mbi qeverinë, deshëm apo s'deshëm ne ta pranojmë. Dhe ky problemi është që
ne kemi një qeveri këtu të papërgjeshme, domethënë ata vazhdimisht dalin publik dhe tregojnë statistika, japin shifra në përputhje me rritjen ekonomike, zhvillimin e vendit, domethënë që nuk përkojnë me situatën reale. Flasim për rritje ekonomike për mbi 4%, deri në 4,5% flasin, që ka qenë për vitin 2025, kurse të gjitha institucionet kredibile ndërkombëtare po dhe vendore thonë që Kosova ka pas një rritje ekonomike 3,9%. Tu analistët dhe institucionet që merren me statistika tregojnë që inflacioni është shqetësues dhe po rrezikon mirëqenien e qytetarëve. Ne qeveria del dhe deklaron që e kemi në kontroll inflacionin, bile qëndrojmë më mirë se të gjitha vendet tjera në Ballkan. Kështu që ne shohim se edhe po përfundoj, pra kemi një qeveri të papërgjeshme karshi situatës kaotike politiko-ekonomike në vend. Ndërkohë, çfarë ndodhi me buxhetin për vitin 2026? Është miratuar apo ende peng le të themi kësaj situate politike? Jo, nuk ka, Kosova ende nuk ka buxhet, sepse Kosova shkoi në zgjedhje pa miratuar buxhetin, sepse nuk ishte të drejtë një qeveri në detyrë që të sjellë buxhetin në një kuvend që s'kishte shumicë. Kështu që ne shkuam në zgjedhje pa një buxhet. Tani zgjedhjet kanë përfunduar, por ne ende nuk kemi certifikim të rezultateve në Kosovë, dhe përderisa nuk kemi certifikim të rezultateve, nuk mund të mblidhet kuvendi dhe nuk mund të konstituohet kuvendi. Po, të formohet qeveria re, po, nuk është formuar. Po, do thotë përderisa s'kemi kuvend, s'kemi qeveri, atëherë nuk kemi edhe sponsor të buxhetit, pra nuk ka kush të sjellë buxhetin edhe kush ta miratoj buxhetin, kështu që Kosova vazhdon të tutje pa buxhet dhe i ka mbetur themi deri fundi i shkurtit, deri në muaj i shkurt, që të mund të realizoj pagesa. Nëse në fund të muajit shkurt s'kemi buxhet, atë Kosova do të bllokohet plotësisht, sepse nuk do të ketë ligj që mundson kryerjen e asnjë pagese, as shpërndarjen e pagave për punëtorët. E qartë. Mirë, profesor, unë ju falenderoj. Kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve dhe gjitha të mirat. Faleminderit. Ne do të shkojmë sërish në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të flasim mbi atë që ka qenë kryefjalë përgjatë 24 orëve të fundit, vendimin e administratës Trump për të pezulluar vizat me 75 shtete, përfshirë këtu Shqipërinë dhe Kosovën. Publicitet dhe rikthehemi sërish.